feja është si që, është e domosdoshme. Së pari quhet diçka ankth ekzistencial. Ankthin ekzistencial e përjeton secili prej nesh. Pse jam në këtë botë? Pse tërë kjo vujtje? Pse gjitha këto përgjithësi? Pse dikush e ka jetën më të lehtë se sa unë? Çka pas vdekjes? Gjitha këto pse që i ka njeriu, nuk ka mundësi as një shkencë, as një filozofi, as sociologji, as psikologji, t'jep përgjigje të duhura përveç se fesë. Në atë momenti kur e kupton, domethënë krijuesin, lidhesh për krijuesin, lexon Koranin, i gjen përgjigjet, gjen atë stabilitetin. Mirë po, kur personi, se shumica e njerëzve e din që i kanë bashku këto dy aspekte, edhe aspektin shpirtëror, edhe aspektin, domethënë, mendor, kërkojnë këshilla, sigurisht se u jap. Sepse ka dhe diçka që është duke u zhvillu, tash është psikologjia islame. I përcjelli disa, domethënë psikolog, e ai për shembull dallon prej psikologjisë konvencionale çka është, për arsye se një psikologji të veçantë kanë edhe popujt e lindjes atje. Domethënë kinezët, indianët, koreanët, ata kanë vetën. Kjo perëndimorja që është më njohur, kështu që ka tendencë që të lind edhe psikologjia islame. Për arsye se është, domethënë janë dikon më shumë se 20.000 faqe të shkruara rreth psikologjisë islame. Jo me i marr për shembull idetë e Freudit, të Jungut, të atij, edhe me vendos një ajet kuranor ose një hadith. Jo, sepse shpeshherë është tentuar me islamizu disa shkenca, duke i marrë teoritë e gatshme edhe m'ia vendos një ajet një hadith. Jo, këta e nisin për shembull me fol për këtë çështje në aspektin islam.